Në hotë Malësisë së Madhe u përkujtua kryengritja anti-osmane vitit 1911, e cila i parapryu shpalljes së pavarësisë. Përfaqësues të pushtetit vendor, kandidat për deputet historian, por edhe përfaqësues të viseve shqiptare, vunë kurora me lule pranë busit të herojt Dexho Luli. Kryetari i Bashkisë Malësie Madhe, Tonin Marina, i tha se kjo kryengritje ishte një dëshmi e vendosmërisë së malësorëve. Që në kohën e Skanderbeut, për herë të parë u ngrit flamurin hot. Me në krye Dexho Lulin, burrat e Malësisë, e burrat e Shkodrës së Dugazinit, ku një vit më mrapan u njoft edhe pavarësia e Shqipërisë. Por pararoja e kësaj ishin malësorët e Malësisë Madhe. Malësia e Madhe se nga viti 1479 bjen në sundimin e perandorisë osmane dhe do të qëndrojë deri në vitin 1912, konkretisht me 28 nëntor. Siç e dinë gjithë, kryengritja shpërtheu më 24 mars të vitit 1911, jo larg këtu në Rap, kur u sulmuan, do thotë thjesht fortifikata osmane. 6 prill 1911, gjatë kryengritjes së Malësisë së Madhe, luftëtarët e Hotit pushtuan majën e Bratilës dhe me urdhër të Dexho Lulit, një Xhelosh Luli vendosi flamurin Kuqëzi në Bratil, në afërsi të majës së Deqiqit.